Dhe sigurisht kemi folur gjithçka duhet dhe në fakt edhe gjithçka që ka qenë edhe shqetësim për opinionin publik, aktualitet, ngjarje, vendime shumë të rëndësishme të gjykatës së Kosovës, pra dhe ndërkohë kemi folur dhe për situatën në Kosovë, për zgjedhjet, nëse do të jenë zgjedhje apo jo, një histori shumë e bukur dhe shumë sakrificë e një nëne që ju desh që të ishte në distancë për disa kohësh, disa muajsh nga vajza e saj e vogël. Ndërkohë kemi folur edhe për interesin e lartë të shtuar të rive për filmin. Tani ku jemi. Mbyllim me ditën botërore të tokës, duke dhënë mesazhe të mira, duke dhënë mesazhe për mjedisin, për ekosistemin, për natyrën. Por mbi të gjitha ato mesazhe do t'i jap Adelina ditën e sotme, do thoni se ku është Adelina. Ja. Ne kemi duke pozicionuar. Po, janë edhe duke u bërë gati. Nga vend tjetër. Nga një vend tjetër. Qenë mbrapa Adelina, të përshëndes. Si jeni nga vend tjetër. Po. E di atë po ruaja, prandaj s'po përgjigjesha në mënyrë të menjëhershme, që ta dini ju, unë kam ardhur pak më parë këtu edhe kisha një farë dëshire të jashtëzakonshme për të hapur atë gropën për të mbjellur pemën. Dhe përpara se sa të nisni të gjithë procedurën bashkë me Marsida Bushin, që është specialiste bimësh, për t'ju lënë totalisht në ratin tuaj dhe për të mbjellë dhe Filizin, ne këtu do të përshëndetemi me shikuesit e Dita Jon, që kështu do shihemi nesër dhe do dikin të gjithë Adelinën dhe Marsidën. Mirupafshim nga studio. Mirupafshim nga studio, po dhe vijojmë tani në emisionin tonë me Marsin, si që prezentuat edhe ju. Mirë se të gjetëm e erë dhe në të njëjtën kohë në këtë ambient që është joti, kam përshtypjen në formën që ka. Unë të falenderoj shumë që më bëre pjesë, nuk e kisha menduar, kur më ke njoftuar mbrëmë që do të bënim këtë gjë bashkë. Njëherë tash, u dashka të marrim lopatë dhe ndoshta në një suport në një njeri tjetër, por ti ishe kaq bashkëpunuese, e ke hapur vetë, e ke bërë gati. Dëgjuan. Po, dhe kur erdha këtu befasova, se tash e pas e bërë një pjesë të punës. Po, ishte në fakt edhe bazuar mbi ditën e tokës. E shijove, besoj. E shijove shumë, edhe nuk e di nëse kjo ndodh, nëse do hapja 2-3 grua për pemë të tjera, po me pemën e parë ishte një shumë e mirë edhe të lidhë dhe të bën edhe një farë nostalgjie, duhet thënë. Po së pari për ditën e tokës duhet të flisnim përpara se të kalojmë tek procesi i mbjelljes së pemës. Për ty çfarë do të thotë dhe çfarë ndjesi është i kushton goxha rëndësi edhe pjesë të jetës tënde kësaj dite kaq rëndësishme gjatë gjithë vitit ja kushton? Për mua lidhet edhe me nostalgji kur kam qenë një fëmijë shumë pranë tokës, ku të punoja për të mbjellë dhe pastaj ta shikoja atë Filizën kur pak nga pak po rritej, çonte fletëzat e reja, ne mbjellnim nga gjitha llojet e bimëve. Unë kam qenë gjithmonë pas nënës time dhe pas babit në tokë për të bërë këtë proces. Kapja e bimëve si hardhia që ne i quanim lidhja. Dhe çdo gjë nga këto, ku diun, ishin pjesa argëtuesa e asaj moshës time. Po, ndoshta ishte gjëja që më kënaqte më shumë se sa lojrat e tjera që mund të bëja me bashkëmoshatarët. E pastaj u kthye në pasionin tim. Dhe tani për sa vitesh merresh konkretisht me të gjitha bimët, se përveç luleve, vazave që ne mund t'i kemi në shtëpi, edhe tashmë na sugjeron edhe na tregon edhe pemët që mund t'i vendosim. Jam më pranë luleve, në fakt, të balkoneve apo të ambienteve të brendshme, por edhe më pak në terene si këto, jo se nuk do ta bëja me shumë dëshirë. Koha aq është? Por fiks ajo është, ne shërbejmë nga pranë dyqanit më shumë, edhe pranë banesave kur na kërkojnë asistencë, ndihmë. Por nuk e di, është shumë dashuri, domethënë unë e prek dhe unë me duar akoma. Ashtu si jemi edhe kur e shoh ndonjëherë në video dhe më thon pse s'vë doreza, mua shumë më punon mendja. Pra unë edhe të dua nuk e kontrolloj dot dhe shkoj e bëj me duar. Me që jemi tek kjo lidhja që kemi me tokën, do të ndaleshim pak edhe tek moshat që janë më të interesuara për të qenë më pranë tyre. Për shembull, kam dëgjuar her pas here që ndoshta me të drejtë, ndoshta pa të drejtë, shumë nëna dhe baballar kur fëmijët afrohen dhe prekin dheun e kanë pak problem. Quajnë sikur aty ka papastërti, edhe kësaj ndotje i ruhen shumë, por mendoj që fëmijët vetë nuk i ruhen, po ta shikojnë fëmijët prekin edhe krimbat që ne na çudit shumë kjo gjë, se unë kam qenë njërë në shëtitje me të voglin tim që është rreth 6 vjeç,
Edhe u çudita me pyetje për ta prekur po, edhe për të luajtur, po tha, ata marrin si kafshë shtëpiake. E mora si përfundim apo ja prishë shefin? Ja, unë i shpjegoj gjithmonë, dhe i thash shiko, ai do jetonte vetëm te ky bari. Kjo është shtëpia e tij. Nuk duam t'i bëjmë keq, nuk i thash se është të mërshme ta marrim në shtëpi, se s'ka kuptim t'i them këtë. Edhe më pas, ndonjë se ne kemi një zok, një papagall në një kafaz në shtëpi. Dhe tha, mund ta çojmë kafazin me zogun te shtëpia e kafshëve dhe atje të kërkojmë një krim ta zëvendësojmë, sepse mendonte që që atje mund marrin krim nga ata që jetojnë në shtëpi dhe jo t'ia marrim këtij barit. Shumë interesante se si mendojnë fëmijët, se si mendojnë për dashurinë që kanë me natyrën, me tokën dhe me gjallësat e tokës. Është fantastike. Mua më bërë shumë përshtypje mënyra si e ke shpjeguar të voglit, në mënyrë që ai të vijojë dhe të doj kafshët e të doj natyrën. Po, dhe t'i loj aty, ta shoj, ta përkëdheli, të mrekullohet nga qenia, me kërmin bën të njëjtën gjë. Se themi, ne e ruajmë, për shembull, ai bëri duart pisë me atë lëngun që lëshon. Për atë fare. Pastaj futi një të fshirë të rrobat e vet, a? Tash nëse do ta kemi kaq problem, do themi bo mos e prek më, por edhe rroba do larg, kështu që është okej. Kështu që besoj këtu do ishte nevojshme që ta theksonim për të gjithë, që t'i lëm të eksplorojnë, të duan, pavarësisht ato rrobat po mund të bëjmë pis në momentin e parë, po do lahen, do rregullohen edhe do vijojnë të gjitha nga e para. Asgjë nuk do na gjej. Çfarë këshillon në mënyrën se si mund ta duam në natyrën, për shembull ose për një prind tjetër, që ndoshta të marrë një bimë dhe ta mbjell bashkë me të? Po, duhet i përfshim. Pra, le të themi, nëse po kujdeseni vetë për balkonin me bimët, merrini dhe fëmijët e vegjël dhe tregojeni atë procesin. Është shumë e bukur. Ata mësojnë edhe se si kanë ardhur vetë në jetë, vetëm nëpërmjet procesit që mund t'i tregoni nga rritja dhe kujdesi i bimëve. Edhe kështu, domethënë pasurohet shumë fantazia e tyre dhe me rritjen e bimëve që ne mbajmë pranë në shtëpi. Është shumë e bukur. Disa nga bimët që nuk duan shumë kujdes. Pra për ata që janë gjithë ditës në punë, nuk kanë shumë mundësi, nuk kanë shumë kohë. Cilat janë bimët që mund të jenë për ta? Të gjitha bimët që bëjnë pjesë në familjen e sukulenteve, që janë se mund të njihet më shumë kaktusi. Kaktusi është gjëmbaç, por ka bimë të tjera që janë po aq mjishtore me ujë vet, që i hyjnë tek sukulentet. Nëse njihet më shumë tek ne është shpatoria, po si ajo, shpatoria disa e quajnë lulja e shpatës, lulja e gjarprit, pra është ajo me degën e gjatë, me via. Po si ajo është një gamë shumë e gjerë që mund të krijoni kombinime të ndryshme me to, edhe disa të tilla së bashku në një vazë që ndrojnë bukur, dhe nuk kanë shumë nevojë për kujdes, që do thotë një ujitje shumë e rrallë e tyre, disa njëherë në 10 ditë, po dhe njëherë në 3 javë. Kështu që kanë mundësi edhe në atë formë. Dhe mbajnë në diell, nuk kanë nevojë për. Me që ishim tek dielli, kam parë që her pas here mundojnë që disa të krijojnë një hije për bimën, disa të tjerë duan ta lënë në diell. Cila është e dukura, të pyesim si specialiste? Ndahen në grupime lule që njihen si lule për gjysmë diell ose hije themi. Gjysmë diell do thotë edhe nëse marrin këtë diellin e orëve të para dhe ju bie këndi i diellit shumë mirë, është okej, por puna është në periudha si korriku gushti këtu tek ne, po flasim për klimën tonë, se klimat ndryshojnë në territore të ndryshme, që bëjnë një temperatura shumë të larta dhe mbi nxehet ajri, nuk është çështja, mund t'i kesh hedhur ujin tokës, por mbi nxehet ajri dhe nuk e durojnë dot. Dhe ndot dhe ai procesi pastaj që humbasin pamjen e tyre më me jetë. Dhe vuajnë, pra nëse po themi që janë lule që duan hije, dhe ne kemi lënë të ekspozura direkt në diell. Ndërkohë kur flasim për pemët, cilat janë ato pemë që preferohen më shumë për të mbjellë? Unë kam parë për shembull që i kanë me dëshirë pishat për të mbuluar zonën edhe për të rrethuar ata që janë në shtëpi private. Po ndërkohë nga eksperienca juaj, si keni vënë re, cilat janë ato më të dëshiruarat? Domethënë ideja është pishat mund t'i duan ndoshta për një efekt që kanë në pamje, duken paksa më, si të them, duken më klasike, më mondane, dhe ka disa kopshte që i preferojnë. Pastaj ka bimë që bëjnë kurora të mëdha,
Ndonjëherë ka bimë që kanë gjethet me ngjyra dhe bukuria në kopshte është kur ti ke krijuar atë kontrastet. Pra ke edhe gjelbërt edhe të kuqe edhe gradiente të portokallisë, nuancave të ndryshme. Ajo e bën interesante që ta shohësh dhe të dashurohesh me këtë obor apo kopësht. Pra ata që gjykojnë për shembull dhe thonë shiko po marr vetëm këtë ngjyrë, mos më bëjnë shumë ngjyrë, aty është esenca e një kopshti me bimë apo jo? Po, shiko, është me efekt shije. Dikush mund të dojë vetëm atë lloj gjelbërimi, është shumë okej. Marsi, dhe për interesin personal në këtë rast, pyesja se kam vënë re që flitet herë pas here, tani në këtë periudhën e pranverës, kur ecim rrugëve arrim të ndjejmë një aromë shumë të mirë që vjen nga një bimë specifike, mua nuk po vjen emri tani, po Bliri, është bliri, pemët e blirit të larta, është shumë i vendosur në rrugët e Tiranës. Pra ka zona të caktuara. Shumë të mirë, edhe të gjithë i duam shumë, ndojmë t'i marrim edhe në shtëpi. Ka ca të tjerë që thonë që ato lule mund të afrojnë gjarprin. Tani është mit apo e vërtet? Nuk e di, nuk besoj se ka të bëj fare me këtë që bimë që afrojnë. Bimët afrojnë insektet, po. Patjetër, do më thonë bimët aromatike sidomos. Dhe ato i lëmë të jetojnë në shtëpinë e tyre. Po, shika, unë mendoj që ne i marrim shumë nga shtëpia e tyre, se sa ato na marrin ne, kështu që le të bashkëjetojmë të lumtur. Shiko, Marsi, dhe marrim nga shtëpia e tyre, nga shtëpia e bimëve dhe kafshëve që të kemi mundësi. Ndërkohë disa nga pemët se ti ke zgjedhur një për tyre. Unë kam zgjedhur një kamelia dhe arsyeja pse solla një kamelia është se do doja që sa herë të kaloja këtu të shikoja atë lulëzimin e kamelias që po mbjellim sot. Dhe kamelia është bimë që lulëzon si trëndafil, shumë tërheqëse. Është e veçantë. Nga ky lulëzimi se jemi mësuar, për shembull, edhe këtu kemi bimët, ka një periudhë të caktuar që lulëzojnë ndoshta se na kujtohen edhe bimë të tjera si kumbulla apo qershia që kanë tipike atë që duket. Po nga ana tjetër këto kanë vetë, në thonjë za trëndafilin. Po, nuk bën frut, por ka shumë tërheqëse lulen e vet. Është bimë që mund të mbahet si themi në lartësi të caktuara edhe të mbjella në vazo, edhe kushtëzohet, sepse është bimë që pranon krahasitje, si gjitha bimët po t'i krahasisim dhe t'i ruajmë pamjen. Por nëse ne e mbjellim në tokë, kjo do të bëhet në mundësitë më të mira të saj një pemë e lartë, si gjithë pemët që shohim këtu, sepse është e tillë që lartësohet dhe trungu i saj trashet sa vjen në vite. Edhe për familjet që ta marrin ta vendosin në kopshtin e tyre, se tani unë kur të marr telefonin me gjas më ka kërkuar të tilla se ka fakti që duken të bukura dhe kanë lulet që dhe ti zbulove bimën e radhës që do t'i dërosh mami. Është fiksuar dhe e kam parë që kryesisht gatë shqiptare i duan shumë bimët. Të rezulton, janë ata që vinë dhe kërkojnë më shumë për të mbjellë, të marrin, të mbushin. A janë gratë më shumë se sa burrat? Shiko, ka edhe burra, dhe madje së fundit dëgjova një nga miq tanë që vjen edhe zgjedh shpejt dhe shpesh, edhe tha e çuditshme është se gruaja po më bëhet xheloze, se lulet që ajo mbjell nuk po ecin shumë, ndërsa lulet që dora ime mbjell ecin shumë. Mund ta lindë në dorë të burrit për këtë. A ishte një person me shumë pasion për sa i përket bimëve, se kuptova nga njohjet që kishte për bimët, dhe kjo është e vetmja gjë. Dashuria që ai kishte për bimët i bën ato që vërtet, se ai jo se çfarë ka dora e vet magji, por ai ka këtë kujdes shumë të veçantë, gjë që personi tjetër, edhe pse femra nuk ndahen dot kështu, nuk e kishte, domethënë nuk kishte çfarë t'i jepte bimës që të rritej. Ndryshe nga e çuditshme është edhe në këtë rast ajo receta sekrete dhe përbërës sekret është dashuria në çdo rast. Sistemi për shembull për flokët që ka dorën e mbar, njësoj edhe për bimën. Tani un kam përshtypjen që pavarësisht se që thua ti ke edhe dorën e mbar edhe dashurinë, kështu që shpresoj të nisnim ta mbjellim edhe më pas kemi mundësi që ta shohim, gjithkohë edhe bisedojmë edhe shohim. Ndërkohë që gjëja e parë për të vendosur poshtë rrënjve do të jenë pak guralec, megjithëse kur janë në tokë, bimët e gjejnë rrugën të rrënjëzojnë dhe Unë pa që kishte disa gure dhe në momentin që bëja gërmimin, se do përmend ndërkohë që kam bërë grop. Atëherë për të mos e dëmtuar rrënjën kur ne e shkulim, e shtypim pak të vazën kështu.
për të kaluar. Për disa bim është më mirë edhe ta çani vazon kur janë të tilla që mos të. Po mund të rrezikojnë në raste të ndryshme që të çajë dhe diçka që mund të duhet për shembull. Jo, e pret në një formë të tillë ku heq sa të çlirohet, duke e prerë dhe duke e çliruar mund ta presësh 4-5 vende dhe iku. Ka bim të tilla. Ne shikojmë këtu është edhe plehu apo? Po, është edhe ple. Përveç kësaj toka që ne po e vendosim është tokë e pleruar sepse kujdesen që kjo zonë të gjelbërohet vazhdimisht. Tani që kemi gjelbëruar. Tani, kjo pjesa që unë po bëj është që të shkriferohet pak rrënja, edhe në mënyrë që të mos e dëmtojmë, e largojmë pak dheun sa kjo e shkriferuar të kapi direkt në tokë. Po tani që po mundojmë të shkriftoj edhe këtë pjesën, që nga jo ndjesia shumë e mirë e tokëzimit edhe faktit që lidhesh me natyrën më shumë. Prandaj them që mësoni ta prekni më shumë dheun me duar edhe kur bëni këto mbjelljet e luleve, se është e mirë, është e dashur. Tani duke qenë se është dita e tokës, më kujtohet që ne bënim aktivitete të shumta edhe kur ishim në shkollë. Dhe kryesisht kishim ndoshta për të mbledhur mbeturinat, ndoshta për të bërë konkurse sa i përket luleve, bimove kush sjell lule më të bukur. Cila do ishte ideale për ty në forma e festimit të kësaj dite, ndoshta mënyra e mbjelljes apo çfarë? Unë mendoj që ti përveç se të sjellin ato lulet për një konkurs bukurie, që mos jetë një thjesht parad lulesh, ku pastaj i mësojnë edhe si ti vënë në shitje, ti vënë çmime dhe ti shesin ndoshta edhe me njëri tjetri ose të konkurrojnë mes klasave. Më shumë se sa të jetë kështu, mendoj të bëjnë një kënd ku ta gjelbërojnë, pra të kenë ndoshta në klasa të zgjedhin lule specifike që nëse do t'i mbjellin për klasën brenda të jenë të tilla që duan brenda dhe pranë dritares, dhe të mësojnë të kujdesen, pra të shqetësojnë nëse diçka nuk po shkon mirë dhe t'i gjejnë mënyrën e duhur. Ose të gjejnë kënde o borri, pra ka shkolla që kanë vende jashtë dhe t'i gjelbërojnë ato. Pra jo thjesht të blihen ca lule për të bukura dhe të kalojnë bëjnë konkurse sepse mendoj që këtu nuk është se po i mësojnë diçka interesante. Po është më shumë edhe është tamam sikur thjesht po flitet për atë ditë, po jo se po bëhet qëllimi kryesor edhe. Domethënë shohin ca lule të bukura, pra i mësojnë ta adhurojnë veç për kaq, veç për bukurinë që kanë me lulëzimin, po lulet transformohen, lulet nuk janë vetëm të lulëzuara për atë momente dhe nuk do ndryshojnë, kështu që duhet i mësojmë të kujdesemi, që ato ta mbajnë veten, si të themi, të bukura, po edhe në ciklin e tyre jetësor, ta pranojmë që cikli jetësor i lules kalon nëpër faza dhe nuk është tërkohës me lule. Sepse shpesh për ta pasur si mësim që mund të ketë ditë që edhe mund të jemi drejt parjes, po pastaj mund të kemi ditë që kërkojmë të pushojmë. Edhe në njerëzit, ashtu janë dhe lulet, kanë sezonet e tyre me lule dhe pa lule, edhe mua më vjen shumë keq kur shumë persona më çojnë foto dhe thonë pse është tharë lulja ime më këshillo. Kur lulja e tyre nuk është fare e tharë. Është thjesht ka këto gjethet e gjelbërta dhe nuk po i çon lule për kohën që ato po presin lule. Që është normali, se koha, ashtu ta kuptuar, koha pas ka fluturuar dhe ne jemi drejt fundit të bisedës, po ndërkohë edhe na shkoj shumë e bukur. Çfarë mund të bëjmë nga që jemi në limitet, po unë po ndihem shumë krenare dhe e lumtur që shikoj dhe besoj tani nëse s'm ka rënë rruga më përpara, të kaloj shpesh këtej. Do kaloj Inkas për të parë. Edhe do na çosh në një foto, në një video, kështu do na bësh edhe tag, shikoj se si është Kamelia jon. Ndërkohë